Rafael, më thuaj të lutem gjithçka që do të thuash i sot publikut, kënaqësinë që ke marrë nga kjo shfaqje, çfarë të ka mbetur, a ka ndryshuar gjë në jetën tënde nga momenti që edhe ti zbulove Kamyn, e kishe zbuluar përpara apo e zbulove pasi ta propozoi rolin regjizor etj. Pra, ma zbukurojnë që këtë shfaqje do shohim nesër dhe pastaj në janar. Duhet të them shumë shkurt, i huaj ka kanë një ndër veprat e mia të preferume dhe gjatë bisedimeve që kam pas me Jonathanin, sepse unë kisha fatin e mirë që e njihja jo nga afër, por nga larg. I bie ke jetuar në Itali, më duket, Rafael. Po, kam jetuar në Itali. Studiuar disa vite, po. Dhe lindi si një bashkëbisedim dhe pastaj të dy kishim të njëjtën dëshirë për të njëjtin autor dhe për të njëjtin roman, që erdhi pastaj gradualisht. Po para sa vitesh ky muhabet? Para se të bëj, para se të... Jo, kohët e fundit ka arë si ide dhe si bashkëpunim. Unë kisha pas shfaqjet e Jonathanit, kisha pas stilin e tij, kisha miq të mi që punonin me Jonathanin në Itali dhe isha gjithmonë i kuriozum dhe kisha dëshirën për me i pa shfaqjet. Arrita me i pa dhe pastaj ja propozum të atë eksperimental Gjergj Përvazi, që është drejtori. Gjergjit, po Gjergj e përshëndesim. Gjergj, që së na shikon. Që duhet them diçka shumë të shkurt për teatrin edhe për Gjergjin, që mund më mendoj që është momenti fantastik i teatrit eksperimental, sepse vërtet po sjell shfaqje shumë të mira, edhe teatr modern, teatr i cili ikën pak nga klasicizmi, nga e përditshmja. Edhe kjo është ai është qëllimi, ai është qëllimi. Por duhet ishte banorta me vite. Por po merr tani një rrugtim shumë bukur. Bravo Gjergj. I bëj komplimentet më të përzemërta. Të drejtë ke. Pastaj për të kthyer te Mërsoja, për mua ka qenë një punë e jashtëzakonshme, një bashkëpunim shumë frëdhanës me Jonathanin. Për mua që atë asaj kohe ka qenë një makth, sepse e shoh si makth, e shoh si liri, e shoh si udhtim për jetën. Pra, unë kam arrit në një mënyrë ose në një tjetër të marrë një kuptim tjetër ndaj jetës. Unë si person jam i lidhur shumë me lindjen, por më shumë me vdekjen. Ndoshta për një cirkuit, një rreth jetës teme, i cili gjithmonë me lidh me të erdhen dhe realisht me ka ballë mua me kuptu që kur kam shku te monologu i fundit, e kam kuptu që vërtet ja vlen në çdo vështirësi, në çdo pengesë, në çdo rrethan, që ti jetës duhet gjithmonë t'ja hapësh krahët. Dhe t'ja vlen gjithmonë që ta. Çfarëdo që të sjelli. Çfarëdo që të sjelli. Ne gjithmonë duhet jemi ata që e shkapërcejmë. Pra, si thot Mërsoja, nga thellësia se ardhmësime ndjej një frymëmarrje thot që ngjitet. Pra, ajo është dëshira për me jetu. Dhe çfarë absurdi më nga thellësia e të ardhmes sime, si mund të jetë thellësia e të ardhmes? Ne të ardhmen nuk e njohim, e kupton se çka ka bërë. Edhe unë në një mënyrë ose një tjetër kam bërë një udhtim të jetës time nga lindja dhe jam mundu që shkoj në një të ardhme. Edhe ai nuk thon nga thellësia e të kaluarës time, do kishte në pamjen e parë do kishte thënë nga thellësia e të ardhmes. Si ta kuptojmë? Por bën me kuptu dhe disha thelbësore që ne në jetë jetojmë të kornizuar. Pra ne duhet të dukemi mirë, ne duhet bëjmë atë çfarë shoqëria dhe norma shoqërore kanë përcaktuar për ne. Pra ne duhet të mësojmë të qajmë mirë, të vuajmë faleminderit edhe kur nuk e ndjejmë, të qajmë ndoshta edhe kur nuk e ndjejmë të qajmë në atë moment, jo se Mërsoja, për mua ka një keq kuptim, Mërsoja nuk është i pandijshëm, Mërsoja jeton në një mënyrë të caktuar dhe nuk pranon të jetojnë në kornizë pra. E shoqërisë. Dhe prandaj në fund ai akuzohet pikërisht sepse është totalisht se ishte i pandijshëm dhe nuk qau në vdekjen e nënës. Por ai ecën në një rrugë tjetër dhe shoqëria ecën në një rrugë. Siç jemi ne sot, nëse ti nuk vepron dhe nuk mendon, nuk flet, shoqëria ti je i përjashtuar. Por kjo besoj është, prandaj publiku duhet me pa, ata që nuk e kanë lexuar duhet ta shohin. Ti ishte salla plot që erdha, unë ishte premier. Po, edhe sonte ishte. Edhe sot ka qenë tu. Mua vjen shumë keq sepse si ka mundësi që nuk e vazhdoni pak më shumë se sa të diela, keni nesër dhe pas nesër. Ka është një version që mund të ketë edhe datën 27
26, 27, 28. Por është akoma për të u konfirmuar. Po si ka mund të Na hakuan faqen e Instagramit dhe kemi shumë vështirë të bëjmë publicitet. Dhe faqen tuaj hakuan, po pse? Nuk e di pse na ndodhi. Na fshin videot, na hakuan faqen dhe tani jemi në vështirësi, kështu që po na dolin ndonjë vullnetar që na rimerr edhe një herë. Me shumë gjasa, Marsi do mendon, do thosh është rivalitet me sallën tjetër. Ka mundësi. Ka një shfaqje edhe nga salla këtej klasike, nga teatri kombëtar, këtej nga. No? L'ha capito questo? Po se kush tjetër përfiton nga hakerimi i faqes eksperimentalit? Opa, tani fillon intriga atje, flasin, mos po çani nga e dinte. Për fatin e mirë sot në teatrin shqiptarsin dhe kombëtarsin eksperimental janë dy kryevepra. Edhe Fausti. Nuk e di në këto momente se çfarë luhet andej. Fausti Davide Jot. Ah, dakor. Janë dy vepra shumë mirë, kështu që publiku as e vënë dyshim, megjithatë unë prapë do zgjidhja kamyn në gjithë rastet, qoftë sepse janë frankofon, kam jetuar në Francë për shumë vite etj. Pra, jam rritur me kamyn, pra, kam mbaruar shkollën dhe kamyna ka qenë nga librat e parë që na kanë dhënë për të lexuar. Zomos, e na ka dhënë i huaj. S'na dhanë as Kaligulën, as Murtanin, dhe kemi lexuar mbrapa vet. dice che abbiamo Ose miti Sizifit. Na kanë dhënë l'étranger, na kanë dhënë i huaj. që hanno sempre Çudi e dato madhe. da leggere. Dhe unë di kisha një emocion shumë se më rikthye rinia ime, e kupton? Është një nga veprat më madhore për ata që din ta kuptojnë, edhe unë ndjeva një efekt katarsis, si kur po shikoja shfaqjen tash, kur po e shpjegonte rolin e Mersojit për jetimin. Rafaeli, po, sepse cili është thelbi i gjithë veprës, ose si e kam përjetuar unë, ose si e kuptoj unë nga perspektiva ime. Mersoja përfaqëson njeriu i cili vendos të jetojë në mënyrë autentike, në të tashmen. Pra, ka emocionet sinqerta, ka përjetimet sinqerta, duke qenë autentik me veten dhe për këtë dënohet. Pra, duket sikur dënimi i tij është më shumë pse nuk qau për nënën e tij, pse nuk e vuajti, pse sepse vrau një tjetër. Jo sepse vrau një tjetër dhe çfarë ndodh? Gjithë thelbi i veprës Camus është kjo. Çfarë godet sot edhe çfarë përfaqëson sot juaj? Të gjithë njerëzit që jetojnë si çdo shoqëria. Pra njerëzit që shtiren sikur duan shefin, njerëzit që shtiren sikur duan gruan, njerëzit që shtiren sikur janë të përgjegjësër me familjen, njerëzit që shtiren sikur duan politikisht korrekte, sepse kështu të pranon shoqëria, ndërkohë që Mersoja përfaqëson pikërisht të vërtetën, pra autenticitetin. Dhe çfarë ndodh? Pse është i huaj? Sepse Camus thotë që ai që vendos të jetojë në mënyrë autentike, përfundon i huaj për shoqërinë, por është i vërtet për veten. Pra shoqëria të përjashton, ama ti të pranon vetja jote dhe kjo të bën ti jesh i lirë. Ky është gjithë thelbi i kësaj vepre dhe kjo është, si thua, kura ndaj gjithë mos përgjigjesh të universit. Do të përjashtoj shoqëria për të pranoj vetja jote. Dhe kjo ta heq anktin eksistencial. Ndërkohë që ata që pranojnë shoqëria harrojnë të jenë vetvetë. Jo, ata tradhtojnë veten. Ata janë rol, tradhtojnë veten. Dhe kjo është dilemë e madhe. Këto kohë po shohim shumë njerëz që tradhtojnë veten. Jo, janë pafund. Janë pafund. Të kalojmë tani tek popullet jo. Kurse unë kam shujt gjithë dilemat për diçka. Për? Ja ta tregoj. Halet jo. Mos, tamam, këtu s'ka dilem, Marsit. Këtu jemi të gjithë dakord. Këtu, tani Jonatani që çuditë tani këtu thotë, për ç'ishte kjo, ç'ka lidhje ka kjo me shfaqjen? Ka Jonatan. Se ndryshe nga ajo që po thoshim, këtu s'ka dilem, të gjithë që kanë një makinë duhet të shkojnë të hedhin karburantin e duhur. Vetëm te SPO Ili miq do shkoni, sepse ju e dini në Shqipëri mashtrimi ka arritur kulmet në të gjitha sferat, në të gjitha shtresat. Tu të mashtrojnë nga Fshesaxhiu poshtë deri lart fare diskutohet atje tani është rënd fare situata. Po them, është gjithandej, është komplet më është e infektuar, është virus. Kështu që karburantin mbak të makinës keni në dorë ta zgjidhni. Ta shkoni te SPO Ili, shikoni logon, mos e harroni, është gjithandej te SPO Ili dhe mos harroni. Nuk futet çdo lloj zorre që u der përpara në makinë. Dakor? Sepse ja u prish makinën. S'po flas më sa performancë motori. Ndaj Saidi është pronari i SPO Ili që i ri te koka punës vet. Bravo të qof plak, je i papar. Na ke shpëtuar mjetet. Na shtoj mjetet të njëri. S'ka më çek motor. Bravo Marsit, s'ka më çek motor. Bravo Said, the fuel of champions. Karburanti kampionëve. Rikthehet prap Ledio Kashea në ekran. Sot më vdiq nëna, ndoshta dje. Nuk e di. Kalojmë tani tek Ronaldo. Ronaldo. Rafaeli bëri
Dhe falenderoj se ka bërë një sintezë pa parë, edhe të rolit, dhe të jetës vetë, dhe raporti qastin e vetë me Kamyn ishte brillante. Falenderit, Rafael. Tani dua të di mendimin tonë. Qasa jote me këtë vepër dhe qasa jote me këtë mënyrë të menduari dhe të jetuari. Kjo është një vepër që për mua është aq sa e vështirë, po aq edhe e bukur. Unë jam pas me këtë vepër në moshë shumë të re, në fakt, në moshë të adoleshencës, dhe ka qenë një përballje e çuditshme me këtë vepër, sepse mendoja si është ky personazh, pse vjen në këto rrethana, pastaj pjesa e shoqërisë, arsye sepse shkon. Kur je i ri nuk e kupton pra, të rrshket. Nuk e kupton. Kurse tani që jemi rikthyer edhe me shfaqjen edhe me Jonathanin, edhe me mënyrën se si kemi punu dhe se si jemi fut në punë, aty e kam kuptuar më mirë se në fakt ky është njeriu më shpresdhënës. Sepse është realist, nuk e gënjen veten as nuk gënjen të tjerët, edhe pse gjykohet për këto. Dhe unë luaj rolin e gjykatësit aty, unë jam ai që e gjykon. Dhe biles Demoni pra, një nga demonët ishte gjykatësi, po. Ndërkohë që Linda i s'është tu? Marias, luan rolin e infermierës arabe, por në një mënyrë transformohet si gjendja shpirtërore e Mërsojt, që është vajtimi i tij i brendshëm dhe transformohet në nënën. Dhe pastaj. Dhe kjo duket dhe nga ndryshimi i kostumeve që. Po. Per. Dhe pastaj pastaj më thotë cili demon është Kleardi, po. Ronaldo? Batuta ime e preferuar tek gjykatësi, që mendoj se e përmbledh të gjithë mendimin tim ndaj veprës edhe ndaj ngjarjeve që i ndodhin Mërsojt, është në momentin që i them, ne nuk mund ta qortojmë për këtë. Ne nuk mund ta ankojmë se atij mungon diçka të cilën ai s'ka mundur ta fitojë dot kurrë. Dhe kjo është një që Kamyja e let hapur për gjithë secilin ta kuptojë në mënyrën e tij. Dhe kjo është jashtëzakonisht e bukur në mendimin tim. Pastaj kam edhe pjesën e Raimondit, e cila ka qenë goxha sfiduese, sidomos në mënyrën se pjesa e përleshjes? E përleshjes ishte gjykatës. Ishte gjykatësi. Përleshja ishte brillante, një nga skenat për shembull, ishte pa parë. Përleshjen e kemi realizuar në bashkëpunim me Rafaelin, sepse unë ç'është e vërteta në sensin që unë vritesha shumë gjatë lëvizjeve. Okej. Dhe Rafaeli më ndihmoi që ne ta realizonim koreografisht siç duhet, që unë mos vritesha se po shkoja në shtëpi çdo natë dhe isha me shpinën të copë. Dhe me që jemi këtu që mos harrojun, se unë harroj shumë gjëra valla. Si ka mundësi, ç'është kjo përgatitje fizike e paparë? Kush do më e përgjigjen? Aktorët apo regjizori? Po ç'është fizikë, ç'është kjo? Cos'è questa? Domethënë, e ka pas kriteri regjizori që të zgjedhë ju që ju të lëvizit kështu? Kur ta shohësh do të ikë petlla plak. Është çmund, e dish kam bërë atje më është. Ora po them cirk më burr, nuk janë thjesht aktorë më valla. Është shumë se ka, unë çudita më valla. Thash, por s'kam parë aktorë shumë në Shqipëri valla. Shqipërisë unë aktorët janë ose me bark të madh, me zi lëvizjen, e ke parasysh? Ose kur s'kam bark për shkakun janë kështu, e ke parasysh, bëjnë kështu. Quando non la pancia, ma sono così. Këta ishin kështu më këta bënin këta iknin tavan më plak. Ore unë jam habizur po të them. Dashuria për Tani kush më thotë regjizori ishte kriteri që duhet të ishin dhe akrobat? Un tuo criterio che Certo thotë regjizori, kupton? Pra do të qenë akrobat patjetër, ndryshe nuk i dilte ajo që kishte në po stili i punës Ka dhe qenë qasje që ka Jonatani mbi teatrin edhe po t'i shohësh shfaqjet edhe shfaqjet e tjera, po s'kam parë, po do t'i shoh patjetër. Bazohet shumë tek eksplorimi i teatrit me anë të trupit, pra trupi është thelbësor për aktorin. Kjo është shfaqja jote e parë Jonathan që po vën në Shqipëri. La prima volta, no? In Albania. Sì, prima. Edhe Kamyja është hera e parë që Edhe Kamyja është hera e parë, nuk është vënë ndonjëherë. Asnjëherë nuk është. Është per la prima volta in Albania Kamyj, i huaj, i straniero. L'hanno detto dopo. Super. Me siguri Jonathan, unë shpresoj që ta vazhdoj bashkëpunimin me Gjergjin. Che mi auguro che la collaborazione vada avanti con Edhe të shohim, të vim të shohim Caligulën të paktën. Potremmo anche farlo. Që është prapë Kamys. Sì. Caligulën që ti e ke vënë apo jo? Caligula che hai già L'ho già fatto in scena, sì. Potrei farlo già, ce l'ho già pronto. Po, ndërkohë të huajin e ke vënë në Itali? Lo straniero l'hai mai fatto in Italia? No. Perché? Portiamo questo. Do çojmë këtë të huaj në Itali. Ah, super. Shfaqja do shkojë në Itali. Edhe ishte shumë interesante, nuk e di ka qenë ideja jote apo jo Jonathan. Era molto interessante. Marsit, kur vesh të shohësh shfaqjen nesër ose pas nesër,
Ide interesante dikush ishte, nga që tani ka dhe shumë italianë në Shqipëri që jetojnë realisht, literalisht ka shumë. Ishte i përkthyer edhe në italisht lart. Dhe ishte shumë kollaj për ta lexuar. Sì, abbiamo collaborato con l'Istituto Italiano di Cultura. Kena bashkëpunuar me Institutin Italian të Kulturës. E quindi, specialmente per la premiere, questi primi giorni, abbiamo convenuto che fosse... Veçanërisht për premierën dhe ditët e para. Jo, ju do ta mbani gjithmonë ato. Dice che lo dovete sempre tenere il sottotitolo. Unë dje në krah për shembull kishte një të huaj që me siguri të ishte italian. Al mio fianco ieri, ad esempio, c'avevo un straniero Sì, sì. che era, mi sa che era italiano. Può essere, può essere. Ka shumë italianë në Shqipëri Ci sono tanti që italiani. jetojnë në Tiranë dhe po të marrin vesh që një regjisor italian ka vënë një shfaqje aq më tepër kamyn i huaj edhe është me titra italisht, unë e i bindur që do vinë. Pas e pas të huaj për balë dhe të huaj në krah. Po, bravo, të huajnë për balë, jo të huajnë në krah. Bravo, Ledia, i paparje. Sì, sì. Ok, certo. Dhe që të mos ta lë fjalën në mes, më fal për të parantezë gjatë. Ishte Ronaldo? një moment gjatë provave që unë po tentoja të improvizoja pjesën e Raimondit në marrëdhënie me Mersojnë. Dhe në një moment Gjonatani flet me Sofin, me kostumografin, edhe direkt... Gjatë provave? Gjatë provave. Cambiamento Dhe direkt vjen me një paltaka, me një si... Kush vjen, Gjonatani? Vjen Sofi, mistel, vjen Sofi vetë, dhe një po. paruke, dhe Gjonatani më thot, tani vishi këto dhe bëj Raimondin. Okej. Dhe unë në një moment isha, para një konfuzioni se ai Raimondi ka këtë aspekti mashkullor, personi që e nxit... Ti që u veshe si pjeshka të ishe shumë simpatike. E pash dje, po. Shumë e bukur ishte. Dhe gjatë improvizimit, tani veshja më propozon të aspektin femëror, po pastaj dilja përsëri tek ana mashkullore që e kisha provuar gjatë provave. Dhe këtu Gjonatani tha, okej, këtu do punojmë. Do punojmë me crescendot midis anës mashkullore dhe femërore të Raimondit. Këto për shumë janë komplet, këto janë të Gjonatani, se të Kamua nuk i gjen këto. Është një qasje që Gjonatani ka pas mbi personazhe, dice che Po, diciamo bravo. è una cosa tua. Dhe kanë fjarë, nuk është se e ka marrë nga libri, nuk ka lidhje libri. Jo, gjithmonë edhe raporti që ka Mersoja është një raport joshje. Pra, nuk është një raport joshje. Gjithë demonët në thelb. Nuk është një joshje seksuale, sa është një joshje drejt diçka e të pa njohur. Qartë. Dhe loja që bën Ronaldoja me atë i jep një lloj. Sì, sono delle proiezioni della mente di Mersot. Janë disa projektime të Janë zgjatimet e Mersoso, janë Quindi che zgjatimet. cosa rappresenta Raymond per Dhe Mersot? çfarë është Raimondi La për Merso? sessualità, Seksualiteti, il pericolo, la rreziku, violenza, dhuna. queste cose dalle quali Mersot è attratto in qualche Këta gjëra që në fundit Mersoja është i tërhequr pas tyre. Edhe pse Mersoja duhet thënë nuk ka lidhje fare me kriminalin, nuk është kriminal. Dice che comunque Merso non ha niente a che fare con la criminalità. Unë kam lezuar i huaj, nuk ka lënë këtë shije. No, però è attratto. No, jo thot, por gjithsesi e tërheq e tërheq Nuk e di bota si e ke Raimondit. Non chiama la polizia quando succede confusione nella Sepse ai nuk e Tani këtu është debati i bukur shumë. Partecipa alla rissa sulla spiaggia merr pjesë thot e grindja në e plazh. poi uccide un uomo. Dhe pastaj gjithsesi ai vret një njeri. Po ti besoj je dakord e muaj që në momentin që ai e vrau, Ma tu sei d'accordo con ai nuk ishte i qartë. Al Nuk momento ishte i che l'ha qartë, ucciso sepse ashtu dielli i binte fort në sy. non era completamente Sì, Ishte në gjendje transi pa. ma un momento prima lui parla con Raymond një moment më përpara flet me e Raimondin. gli dice non gli sparare a Dhe freddo, thot, mos i gjuaj. aspetta gjuaj almeno che gjak tiri fuori il fort. coltello. Prit thot që Così të non potranno dirti niente. paktën të nxjerr thikën, Ed è kështu quello nuk che do fa të dopo thon lui. asgjë. Dhe pastaj ai vepron pikërisht kështu në momentin që ai nxjerr thikën, ky È molto complesso. është shumë Është komplekse pra. Pra nuk është se ky shkoi e vrau kot. Mund të quhet dhe vetë mbrojtje apo jo? Può essere anche una difesa, un'autodifesa. Esatto, ma è una difesa che aveva premeditato. Një Që kishte mbrojtje që paramenduar. e kishte paramenduar gjithsesi. Sì, forse. O forse Ndoshta no. thot, ose ndoshta dhe jo. Kjo është Kamua. Quello che perché Camus è molto complesso nei suoi ragionamenti, Është shumë kompleks në sia arsyetimin e tij. filosofici che politici, Edhe filozofik edhe e anche politik. nel romanzo. Edhe në E quindi anche la mia volontà era quella di non dare delle risposte, dëshira ime ishte pikërisht të mos jepja përgjigje, ma lasciare aperta l'interpretazione. por ta lija të hapun E quello che però di interpretimin e sicuro gjës. c'è per me è che in qualche modo Meursault è attratto. Por ajo që Fondo di unë me. jam i sigurt që Mersoja gjithsesi është i joshur pas botës së Raimondit. Raimondi do thot pas botës së dhunshme apo jo?
diciamo nel mondo della violenza, Sì, Sturo. dell'oscuro, te pjese se erë, të errësirës. Mi viene in mente Pasolini a me. Ah, Il mondo di Pasolini, delle borgate romane, di queste periferie notturne, di questa volontà di andare a cercare le parti più oscure dell'uomo, Periferitë, violente. netet periferike, këto vendet periferike, nata që rreziku, intriga, gjana që ndodhin pikërisht në këto vende periferike. Dhe s'do të harrojmë që këtë libër Camus e ka bërë e ka filluar në vitin 1937 dhe ka mbëruar në vitin 1942, ëh? 42. Pra ka qenë para luftës dytë botërore. Në 37-42. Dhe Ishte pikërisht momenti i depresionit të madh, nuk Depresionit të madh. e pritimit, ëh? Dhe ai iku në Algjeri, sepse ishte në Francë, iku në Algjeri, pastaj u kthye mbrapa më vonë, më ka pas një jetë dhe pastaj vdiq në mënyrë të Edhe ai në mënyrë aksidentale, si përgjigje. nga një aksident në makine, kupton, ndërkohë që u gjet, kjo është jeta e vërtetë e Camusit, u gjet një bilet treni në xhep, atë ditë, shko çfarë perle është, ai duhet ikte me tren diku, nuk iku me tren, iku me makinë dhe vdiq në aksident në makinë. Biletën e kishte në xhep, biletën e trenit, po nuk u nis. Duhet ta di Jonatani. Nella tasca gli hanno trovato un biglietto di treno, così lui doveva viaggiare con il treno, ma ha preso la macchina perché successo così. Personazhi i romaneve vetveta, e kupton, është çmenduri. Ai është Camus Sì. e ka thënë thelbin filozofik të mënyrës se jetonte, tek libri Miti i Sizifit. Ai thotë që lepa se ajo është një perl fare, pastaj po. të ekzistosh ose të jetosh, do të thotë të refuzosh vetvrasjen. Ky është thelbi i mënyrës së të jetosh. Prandaj është terapi, pra. Prandaj është terapi dhe kura e Camus kush është? Domethënë, në qoftë se ti ke ankth për mënyrën pse s'pranon shoqëria, sepse çani gjithë thelbi i problemit të ekzistencializmit është që nuk është sqaruar siç duhet deri në fund në mënyrë shtërruese. Camus, Sartre, Kafka të gjithë, çfarë thonë, pse njeriu ndihet vetëm ka ankth dhe dihet i huaj, sepse njeriu nuk dihet i vetëm ose i huaj kur është vetëm fizikisht. Pra, domethënë ti nuk e përjeton vetmin kur je vetëm fizikisht, sepse është fakt fizik dhe nuk e vuan. Njeriu është vetëm kur nuk është solidar, pra kur jeton me të tjerët, po nuk ndan me të tjerët të njëjtat vlera, të njëjtat parime, të njëjtat ndjesi shpirtërore të sinqerta. Këtu fillon momenti i huajzimit ose le të themi i ankthit, i frikës, i mungesës së përgjigjes të botës. Dhe thelbi i kësaj është kjo që ose e kupton dhe vendos me autenticitetin të jesh i vërtetë ndaj vetes dhe mos e vrasësh mendin fare për shoqërinë që të refuzon, ose të bësh pjesë e saj dhe të humbësh veten. Pra, atë që tham. Po atë që tham. Thelbi është kjo që çfarë ndodh sepse vetvrasja ose vetvrasja nuk është vetëm fizike, sipas Camus edhe sipas gjithë ekzistencialistëve. Vetvrasja mund të jetë intelektuale, mund të jetë vlerore, mund të jetë etike, mund të jetë është çare esenciale. Po pra, se është çare, pra mënyra se si ti qasësh shoqërisë është cilën pjesë tënde do të vrasësh. Pra do t'i përshtatesh. Okej, do vrasësh lirinë tënde, do vrasësh Gjithmonë duhet të lëm diçka. Pra gjithmonë do sakrifikojmë diçka dhe këtu mua më kujtohet Epikuri, sepse Epikuri ka dhënë kurën e parë, një nga filozofët e lasisë greke, në vitin e 4 para erës së re ose para lindjes Krishtit, ai thotë mos keni frikë nga vdekja, sepse kur vjen vdekja nuk jemi ne dhe kur jemi ne nuk është vdekja. Është perl kjo. Dhe thelbi i tij është që ti mund të jetosh pa ato kënaqësi, të cilat në momentin që nuk e ke vazhdon jetesën. Si u definua kjo filozofi mbas Nietzsches, pra për të bërë mbi njeri. Gjithmonë duhet të heqësh dorë nga diçka që ti e do se të pëlqen. Dhe nga sa më shumë gjëra që ti do të heqësh dorë, aq më i pamposhtur je. Kjo është mënyra për të bërë mbi njeri. Pra lejt gjitha ato që ti do. Kështu shoqëria nuk të huajzon dot ose ti s'mund të ish i huaj. Dhe një nga momentet më brillante që do e shikoni në shfaqje zonja Zotrin kur të shkoni te eksperimentali këtu te Turbina, ishte momenti kur ai ka atë shpërtimin, pra Rafaelo ose Mersoja ka shpërtimin që e ka kundër të gjithë dhe kundër Zotit, dhe vetë Zotit dhe ti dënohesh të Zotit, dhe ti do dënohesh një sesion, dhe jemi të gjithë, dhe pjesa më perlë është që përveç sepse normalisht Camus, Sartre e këta ikën Kierkegaardit, apo u larguan nga Zoti, s'kishin lidhje me Zotin fare. Dhe pjesa më e bukur është në fund kur thotë ne jemi të gjithë të privilegjuar sepse të gjithë do vdesim. Po. E di pse është perlë. Është shumë e bukur. Ne jemi të gjithë privilegjuar sepse vdekja si liri, sepse të gjithë do vdesim. Klart, për ta mbyllur emisionin. Demoni tjetër. Demonin e parë dëgjuam, lindën ai tha regjizori, a kush na i tha nuk e di. Regjizori më duket jo, Rafaelo, demoni tjetër.
Ti e shpjegoj rolin tënd. Si fillim njerë me Gjonatanin, unë vërtet dua që ta falenderoj, nuk është janë ato qokat zakonisht televizive. Jo, po ja vlen kësa radhe, ja vlen. Njerë, sepse ka qenë vërtet një workshop i gjithi. Si ti e the, ka qenë shumë interaktive, ka qenë e shpejt për ne si aktor. Dashur pa dashur në Shqipëri nuk është se rrajmë shumë shpesh këto lloj teatri. Dhe kur vjen një regjisor që e njeh lëvizjen mirë, e njeh mënyrën se si ti mund të ngjisësh lëvizjen me fjalën, është një shkollë. Edhe është diçka që vërtet e vlerësojmë. E në fakt nuk është kompliment vetëm për regjisorin, kjo është kompliment për teatrin, për regjisorin, për kolegët, sepse është bashkëpunim dhe teatri është lojë ekipi, nuk është lojë individuale. Edhe sigurt fiton Champions League, nuk e fiton dot. Po e them pak me gjuhë futbolli, është pak më thjesht, nuk fitohet vetëm me një yll që mund të kesh. Janë dy personazhe që mua më pëlqejnë shumë edhe që në momentin e parë kam lexuar. Mua vetë më pëlqen shumë pak fryma egzistenciale e njerëzve. Sepse, shikom, në përditshmërinë tonë, duke folur tani, nuk e dim vetëm sytë e ka to manekinat, edhe ndonjëherë ne jemi si to manekinat pas, që kemi një pozitë në shoqëri, edhe nuk kemi të drejtë të reagojmë. Jemi thjesht për numër, jemi thjesht për votë, jemi thjesht për klikim, jemi thjesht se duhet të jemi aty dhe nuk është se na merret shumë ai verdikti. Dhe dy personazhet e mirë, Salamano, që ta shikosh pak se ai qeni i parë, më pëlqen shumë ai personazh, sepse përmban një farë lloj drame brenda vetes. Gjatë gjithë kohës është pak a shumë në këtë frymën tonë të jetuarit, në të anën tonë sociale në Shqipëri. Ti ndjen herë pas here që një farë lloj mëllefi, dhe kur fundi jot vjen, ti pendohesh për gjithë mëllefin dhe thua pse unë nuk dita të shpreh, pse unë nuk dita të them një fjalë të mirë. Pra ti luan qenin atje një moment? Po, qenish një moment dhe pjesa e dytë është avokati. Avokati është shumë kontroversal si personazh sepse vjen emri. Avokati që bënte atë të patës, më duket, zhurmën e. Po. Ai ishte perle. Çfarë? Ja, në fakt. Kjo e patë, sa e bukur ishte e çfarë perle, po. I madh Gjonatani shumë e brillant, pyetëm. Shkruar me figura që ka me simbolike që ka përdorur di ishte brillante. Dhe më pëlqen se është shumë kontroverse. Vjen emër të ligjit, edhe predikon fen. Dhe janë dy gjëra pak të çuditshme. Vjen emër të ligjit dhe predikon fen. Edhe është një përplasje shumë e fuqishme. Në atë si karakter, për mua ka qenë pak e vështirë në fillim, sepse, si që ti e the, janë disa gjëra që kuptoj me pjekurin dhe me jetën, dhe të kanë qenë diskutime me Gjonatanin që unë ta kuptoj më mirë gjithë filozofinë e këtij karakteri, edhe se si mund të vinte i sakt dhe i qartë, sepse si që ti e the, shfaqja 60 minuta, ose varion plus minus në një, dhe her pas herë gjëra do të jenë të qarta për publikun. Nuk duam që të hymë në disa lloj ujrash që nuk na vlejnë. Për të thënë gjatë shfaqjes. Kush është shumë kurios pastaj për ta studiuar më tej Camus, absolutisht, ne i tham gjithë librat. Ajo nuk diskutohet. Faleminderit shumë Leard. Ç'do thoshin para sa mbyllje valla, përveç e faktit të kujtojmë njerëzve që është nesër dhe pas nesër shfaqja, në teatrin eksperimental. Edhe që do jetë çdo ditë me titra. Dhe do jetë çdo ditë me titra, këto 2 ditë pastaj do rikthehen në janar apo jo? Po, edhe kur të rikthej do jetë gjithmonë me titra. E vendosët? Po premtim me titra italisht. Me titra italisht, po. Imagjino s'ku ishte edhe anglisht, dhe ishte perla, akoma dhe më mirë. Duhet t'ja kërkojmë drejtorit. Ishte perl. Marsiti, besoj, bëre mbylljen. E bëre mbylljen, do vetëm... Jo, të ja fjalën... Mirë, atër shto, vetëm 2 fjali që ta mbylli i regjizori, pastaj me 2 fjali. Më ngacmoi shumë ajo pjesa pasazhi nga thellësia e të ardhmes, dhe dua ta kontekstualizojmë kohën që po jetojmë sot me këto procese. Futen në kontekst. Dua ta futen në kontekst. Çfarë nuk kupton shqetësimi ose ankthi në një botë që nuk përgjigjet, po që ti je rrezikuar nga kjo botë. Për shkak të mënyrës si do të jetosh edhe se si kjo botë operon. Mendoj që Camus më jep të përjetim që duhet ta parapërgatisësh veten, sikur çdo ngjarje që ndodh në jetën tënde, njësoj siç është për mirë, pra ti i lumtur, ke miq të mirë, ke familje të mirë të tjerë, mund të ndryshojë, dhe gjitha mund të bëhen armiqtë tu. Dhe njëkohësisht njësoj siç ti mund të kesh shumë armiq, ata një ditë mund të bëhen miqtë tu, sepse mund ndryshojë nga e kundërta. Në qoftë se jenë momente paqe, përjetimi pozitiv, ke gjitha në Terezi, gjitha këto mund ndryshojnë dhe mund ngelesh i vetën fare ose mund t'i humbësh gjitha, po edhe e kundërta. Dhe njeriu që jeton në këtë lloj forme çani nuk shqetësohet për asgjë dhe është i përgatitur për gjithçka. Pra, thellësia së ardhmes mendoj është ideja e të kesh gjithçka dhe të humbësh gjithçka dhe ti mos shqetësohesh. Kjo është mënyra sot që ti mos vetvritesh pa. Pra midis Sizifit sot, guri është ndryshimi i gjithçkaje në mënyrë të pak shpjegueshme ose
komplet iracionale, Është rutina për është rutina e tillë. Dhe këtë po e tregon realiteti politik, pra mund të jesh ministër, mund të jesh kryeministër, mund të jesh zëvendës kryeministër, mund të jesh deputet, mund të jesh biznesmen dhe një ditë bukur mund të hapet një proces ku ju gjithë parat, ose gjithë miqtë tu të braktisin për shkak se humbën detyrën, ose mund të jesh njëri që nuk i rëndësishëm Ramsi 4 sot, Sultani, Po, që po i troditen themelet. po. A mund të ishte personazhi Camus? A është personazhi Camus apo jo? Me mënyrën se si po sillet? Me mënyrën se po sillet, ai është totalisht personazhi Camus, sepse çfarë ka bërë? Ai ka vjedhur konceptin e shoqërisë. Pra Ramsi sot pretendon të jetë shoqëria që i bën njerëzit e huaj, pra ata që si përshtaten atij, qoftë varsit, qoftë vetë populli si koncept, qoftë vetë njerëzit, qoftë kushdo, dhe ndërkombëtarët po duan, për të janë të huaj dhe ata janë ata që duhet të ekzekutohen për autenticitetin e tyre. Ndërkohë që problemi qëndron që është qasja e tij dhe përjetimi i tij sipas funksionit. Se ka herë do mund të përthyet roli dhe mund të bëhet ai huaj për gjithë këta subjekte. Dhe është në rrezik, prandaj është mërsoja në një lloj forme për mua. Është një lloj mërsoje. Është një lloj mërsoje dhe shiko çani, çdo njeri që të shpëtoj nga ankthi, ekzistencial i frikës së vdekjes, ose vdekje në kuptimin vetëm fizik, vdekje dhe ekzistenciale, vdekje dhe profesionale, vdekje dhe Dhe fizike se jo, dhe fizike. Po, po. Edhe më keqe shpirtëror janë. Po, Patjetër, janë disa vdekje pra. të gjithë kritikët letrar ose filozofik kanë marrë pasazhin se si fillon libri Vëllezërit Karamazov. Atje thuhet, domethënë fillimi i librit edhe thuhet që nga manteli Fyodor Dostojevskit ka dalë gjithë letërsia dhe gjithë shkrimtarët e gjithë botës. Ne fillon në këtë lloj forme. Thot të vërtetën e kulluar po ju them. Kokra e gururit është e vetme, dhe nëse ri e vetme mund të jetojë përjetësisht. Ama nëse vdes edhe futet në tokë, ajo bën të lindi shumë kokra gruri. Dhe sa Andi Biba, Aziz kuptoi Gjonatani, po çon si ka, Ja, është vështirë të bëhet përkthim simultan. Po, është e vështirë edhe... Ja, ta lexoj këtu unë. Terma... Jonathan, non c'è problema. Cioè, abbiamo fatto un'analisi anche delle... Certo, non possiamo fare bravo. Sì. Tani Andi Biba, vëlla që do njohësh. Andi Biba është një njeri fansi i emisionit që unë s'e kam takuar asnjëherë, por më shumë mesazhe po thuaj se çdo emision Andi Biba. Ti e njeh Andi Bibën? E kemi dëgjuar nga mesazhet që dërgon ty. Po ti vetë nuk e njeh personalisht. Jo, asun. Andi Biba shkruan me qira fjalë. Uno ha fatto una domanda. No domanda, jo, ka bërë një kështu, ka bërë një rezume. Një rezume dhe ka merr pjesë në emision. Okay, ha scritto. Thot mi mbrëma Çani. A është në fakt thelbi i filozofisë, këtë dhe mund t'ja përkthesh. Unë po lexoj ngadalë. A është në fakt thelbi i filozofisë së Camus që sa më shpejt ta pranosh absurdin si thelbi i jetës, një lloj si Sartre, aq më në paqe je? Jam shumë i lodhur sonte. Le e varja, non c'è problema. Te lo dico dopo. A është në thelb miti Sizifit, dëgjoj o Marsit. A është në thelb miti Sizifit shkruan Andi Biba. A është në thelb miti Sizifit shembulli më tipik i kësaj? Sizifi ka vetëm një zgjedhje për të bërë paqe, me gurin që i duhet rrotullojnë në maj të marit çdo ditë, të pranojë këtë fat me një buzëqeshje. Merso në fakt thot, vazhdon Andi Biba, Merso në fakt ka simbolikën e bashkimit të detit me diellin, tokën. Dhe ky e fut në klapa Mer, Soleil, ka bërë vetë një kështu, nuk e di sa të shkruan ndi që po më thua, sepse në fakt Merso shkruan ndryshe, po çon si ka. Mer Soleil, i ka bërë ky vetë Mer që është deti, Soleil është dielli. Procesi Kafkës thot, trajtojnë të njëjtën gjë, madje akoma më të tmerrshëm. Vazhdon Biba. Biba vdes filozofin, do ta ftojmë një ditë. Po, me kënaqësi. Këtë e kisha si pyetje thot, koment për regjizorin. Po tani Biba, meqenëse kemi përkthyes dhe Rafaeli ka mbaruar shfaqjen sot, është shumë i lodhur, bëjtë gjithë të përkthim tani në këtë orë, vlla. Të lutem, kurse me Merson edhe me Kafkën, po, se e kuptoj, dice che Merson è un legame, diciamo, tra ka simbolikën e bashkimit të detit me diellin. Cioè, unisce il mare e il sole. Edhe tokën. E anche la terra. Li unisce? Ha il senso del Ka simbolikën, po. Cioè, il simbolo, diciamo, ha il senso dell'unità di questi tre. Se vane si e ka lexuar ky për Andi. Il sole. Secondo me... Procesi i Kafkës sot, Il processo Jonathan, di Kafka. trajton të njëjtën gjë madje akoma dhe më të tmerrshëm. Cioè il libro di Kafka, il processo. Joseph Kaja. Io anche mi sono fatto diverse interpretazioni dello straniero, diciamo in lingua Opa, generale. tani dëgjoj, ajo rregullohet kështu. Ka një kështu atje, duhet bërë kështu. Pam? Jo. Çfarë ka? Jo. Është një kështu atje? Prit. Do t'i biesh kështu. Kështu. Ku more?
Nga ana tjetër, posto, mos thashë nga ana tjetër. A posto, lo so. Mirë, adesso lo so. Je sigur? Ishte syri. Tranquillo. Nuk e leon ato, se ja të mbje regjizori dhe ja më duhet. Dhe argëlloj pa tjetër regjizori. No. Ja, mos të viz, no, riri. Ja, kaq. Ok. Tani s'kam më. Ah, vedi. L'ha fatto apposta allora. Vaj. È lui, l'ha fatto apposta. E bana me E bëj me qëllim. qëllim, po. E l'universo che non ti Se risponde. mërsoja, po sepse ai tani nga ndriçimi dhe mund na vrasin e këtu se i bie drita njësoj si të romani, po. Per me il romanzo comincia Ah. con una madre morta, che è la natura, Jo, mos e bë simultan. Lere të Ah, thot okay. 2-3 fjali, pastaj bëhet për mblidhe. E ke vështirë? Mirë. con Meursault che sta nel mezzo, ha una madre appena morta, Që romani fillon me një nën që është sapo ka vdekur, che la potremmo pensare come la që natura, mund ta mendojmë si natyrën, Ah, e un padre assente, dhe një baba I munguar. i munguar, normal. il Dio. që është Zoti. Që është Zoti, Perl. Bellissimo. Zoti të cilit ai nuk e beson. Dhe Dio Dio che lui non è che crede. lui non crede. Non crede. Esatto. Perl. Pastaj thot, Mersoj, vetëm që nuk është i pandjeshëm, por është i ndjeshëm, sepse më tepër se çdo njeri i zakonshëm, Ndërsohet troppo. më tepër se çdo njeri i zakonshëm pjesë e komunitetit, ai vetëm ka zgjedhur ta vras frikën. Dhe atë ndaj vdekjes e gënjeshtës së jetës turmës sot. A është Raimundi përkthyer nga frëngjishtja këshill mbrojtëse? Andi, mos exagjero. Raimond këshill mbrojtëse jo. Jo, nuk ka lidhje. E tha Marsiti, thot, Ragim dhe mund, e tha Marsiti, e lash, gjyqtari është Zoti dhe gjykatësi është Zoti i frikacakëve, i shumicës. Dhe ai nuk beson te ky Zot, beson te mbi njeriu që ai tenton të jetë. Ky është thelbi i ekzistencializmit. Sipas Andi Bibës. Andi të përshëndes, shumë shpejt do jesh në studio me Marsitin të marrin vesh se kush je, pse e dashuron kaq shumë filozofinë dhe pse na shkruan pothuajse çdo emision Andi. Dakor? Unë se kam takuar akoma këtë njeri, Drejt. është duket që është njeri i lexuar dhe do të marrë pjesë në aktive në. Nuk di se sa do vi, po të shohim. Jonathan, Sì. nuk kemi shtemi më shumë, vlla. Ishte një për mua ishte një vepër arti shumë e bukur kjo që na ke sjell. Davvero, non è un complimento così. No, l'ho sentito sincero anche. Davvero. Unë do mundohem të vi jo nesër, se s'mundem të dielën. Ta shoh prap. Do vi ta shoh patjetër. Ç'të themi tjetër? Ta mbyllim të lënë dhe u të qetë, sepse vajti ora 11:30. Mos harroni zonja Zotrinj, u kënaqem sot me aktorën, me regjisorin dhe me Marsitin. Folëm për eksencializmin, për Camus, për të huajin, sepse i huaji dhe Ledi do e nxjerrë prap tani në ekran titullin e mëparshëm. I huaji është një libër tashmë dhe vepër dram në teatrin eksperimental e vënë nga Jonatani që kam në studio dhe që ju mund ta shihoni për qefin tuaj nesër ose pas nesër. Jemi në fund, pra mund të kenë besur disa vende, kush ka shansin, dje ishte salla plot, sot plot, të shohim a do vazhdojmë më shfaqje apo jo. Unë do flas me drejtorin e, dhe i them Gjergji, të lutem vazhdoja se ka një interes të madh, unë e shoh që ka shumë interes. Mbasi gjend sa data brenda dhjetorit, se gjunat mbyllet kaq shpejt. Rekuperu faqja Instagramit. Po s'ka lidhje më pas. Jo, për te shakave është një mjet i cili komunikon me publikun e thjeshtë. Edhe publiku nga njëherë i merr njoftimet, e din që jeta është sot sillet rreth rrjeteve sociale, njerëzit informacione më të madh aty e marrin. Edhe sot vërtet për te shakave u sulmua dhe u hakua dhe është diçka shumë qesharake, por është e rëndësishme. Ne sot do mbyllim me një klip të një vajze të vogël, në fakt. Me që po flisim për Camus, thash na mbyllim me një këngë franceze, është një vajzë shumë e vogël, që quhet Lou, nuk e di e ka emrin e artit apo emrin e vet, quhet Lou Deleuze. Con una canzone di una piccola... Aja ka bërë një këngë, duket se ka qenë te kjo Eurovisioni kalamajve, i moshës që bëhet shumë. Është Junior. Eurovision Junior. Tani nuk e di, o ka fituar apo jo, po ç'në si ka, se u ka marrë pjesë. Për ne është fitimtare. Është një muzikë shumë e bukur. Me që është kalama, me që është gocë e vogël, se po të ishe e rritur, do ishe muzikë që s'do të dëgjonim dot, po të ke qenë e vogël ajo. Ka bërë gjë shumë të bukur. Do ta mbyllim me atë sot. Quhet Ce Monde. Kjo botë. Quhet titulli i këngës. Kështu i Ledio do e lëm klipin të plot, ta shohim bashkë me regjisorin dhe me aktorët, se ja bini se kanë parë. Ndërkohë që unë do ta mbyll sonte emisionin me e shnova që parë se thash do i harroj, se unë harroj shumë.
Qose Kamyja ka thënë, mos visni veten, pini një kafe, unë do them, mos visni veten, shikoni zonë e lirë, çdo të martë, të mërkur dhe të premte.